Pra, e pare, aje kuptoj, ti e kupton që shiko, e ke në dorë të falesh ose jo, por kupton që edhe kam dorë, edhe se kam dorë. Edhe jo çdo gjë është në dorën time. Nëse ti beson Perëndis, edhe kërkon që ai të fali ty, edhe i ke kërkuar të drejtojë jetën tënde dhe ti po maturohesh frymërisht, arrin në pikën e kam në dorë, po edhe se kam në dorë. E kam në dorë të fal, por nuk e kam në dorë të akmerrem. Pra është sepse ti ja ke lënë Perëndis atë gjë. Edhe di si ndodh zakonisht kur ka një marrëdhënie të prishur, kush e ka fajin? Kur ti zihesh me mamën, me babin, kush e ka fajin? Ti? Jo, ato që s'kuptojnë. Gjithkohën e kanë fajin ai tjetri. Kur ti zihesh me kolegun, me shok, kush e ka fajin? Ato e kanë fajin. Gjithkohën duket sikur çdo lloj situate të ndodhi mosmarrveshjes, gjithmonë fajesh atje me ata. Por kur e shikon me qetësi, edhe e shikon me nge, duket që e kam ndonjë çik faj kam. Se jam dhe unë pa faj fare.